Përshëndetje miqtë e mi, ku jemi këtu me parashikimin vjetor për sa i përket shenjës së ujorit. Çfarë ndodh me ujorin dhe ku ujori duhet të ketë kujdes dhe ku duhet të ketë mundësinë ose të jepet mundësia për sa i përket kontratave, për sa i përket dashurisë së munguar, për sa i përket njohjeve dhe gjërave të reja. Por para se të filloj me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për juve që interesoni për çështje që ka të bëjnë me ekonominë apo diçka tjetër, doni të bëni një abonim. Kemi pikërisht faqen roz që keni atje dhe ndikimet që kanë të bëjnë mbi çdo gjë që juve intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, atëherë shkoni tek sekretaria, aty që e keni damenjen, keni marrë paketën, dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas, duke e klikuar, duke ndjekur hapat, jeni gati, pastaj të dërgoni mesazhet për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me këtë shenjë, pikërisht me ujorin, si hyrje të vitit çfarë ndodh. Ujori duket se viti 2026 parashikohet të jetë një vit evolucioni të thellë për juve të shenjës së ujorit. Ndikimi dhe favorizimi që kanë bëjnë, sepse Plutoni që vazhdon tranzitin e tij në shenjën tuaj, duke shkaktuar ndryshime të brendshme të konsiderueshme. Kandet intensive të formuar nga Jupiteri dhe Urani dhe Marsi gjatë gjithë vitit, ju shtyn të hiqni dorë nga modelet dhe rolet e tjera që nuk sillin dobi përveç se probleme në anën tuaj. Kjo është një periudhë ku nevoja për të vërtetën lirinë dhe fuqinë personale bëhet e panegociueshme. Aktivizimet e Uranit, veçanërisht gjatë muajve të pranverës dhe të verës, intensifikohen ndjenjen e ndikimit të madh të përçarjes dhe të çlirimit, por sjellin edhe zhvillime të paparashikueshme. Trazirat në kontekstet personale ose shoqërore mund të çojnë në shtigje të reja, të papritura, por në fundit të frytshme. Do t'ju duhet të përshtateni shpejt dhe të veproni në mënyrë fleksibile, pa humbur thelbin e qëllimeve tuaja. Viti kulmon me një ndikim shumë të madh dhe reflektues, veçanërisht nga vjeshta e tutje, ku Saturni dhe Neptuni aktivizojnë nevojën tuaj më të thellë për ngritje shpirtërore. Dhe kjo do të thotë, kjo mbyll një cikël dhe të zbulimi që ju lejon të ripërcaktoni se çfarë do të thotë për ju identiteti, siguria, përparimi që të jetë kuptim plot. Duket se në fushën e dashurisë, ky vit ndikimin që ka të bëjnë për sa përket në 1000 gjëra të reja, në shumë çështje që ndikojnë në fushën e emocioneve, se keni pasur shumë probleme, domethënë 1000 probleme, 100 probleme në të shkuarën me fjalë, me bisedime, por vjen momenti tani. 2026 sjell një periudhë vendimesh të mëdha dhe dallimesh të qarta. Nuk dëgjojmë se çfarë thonë të tjerët, nuk dëgjojmë se flasin paskrave për gjëra që nuk kanë vlerë, e shumë gjëra të tjera, por prania e Plutonit në shenjën tuaj intensifikon thellësinë e marrëdhënieve dhe ju shtyn të mos pranoni asgjë në pak se thelbësoren, sidomos rreth Marsit dhe Prillit, marrëdhënie që nuk bazohen në të vërtetë dhe barazinë emocionale vihet në provë. Është koha për të kërkuar lidhje të bazuar në intimitet shpirtëror dhe jo vetëm shoqërore si përfaqësore. Romanca përforcohet me ndikimet dhe ndikimi i Neptunit në fillim të vitit, duke sjellë një ndjenjë tërheqëse idealizmi ëndrrimtari. Por megjithatë, kjo shoqërohet edhe me nevojën me qartësi. Mund të tërhiqeni nga njerëz që kanë si ndikim shumë të madh për sa përket jetës dhe vazhdimësisë. Diçka nga e kaluara përfundon, zbehet, mbyllet. Nëse jeni në një lidhje, do të përgatiteni të shihni me sytë e juve, me ndikimin që ka të bëjë, sepse ndriçoni të ardhmen dhe jeta juaj merr një drejtim tjetër, jo siç ka qenë nga e kaluara. Të palidhurit kanë mundësinë për zgjidhur shumë gjëra në këtë ndikim dhe ky vit është mjaft pozitiv. Për sa përket në lidhje me karrierën dhe ekonominë, sektori i karrierës për vitin 2026 ju bën thirrje të veproni me largpamësi dhe guxim. Eklipset dhe aspektet dinamike Jupiteri Plutoni tregojnë se fushat tuaja profesionale po ndryshojnë rrënjësisht. Mund të lini pas një rol
ndryshimesh ose çështjet që kanë të bëjnë me punën. Mund të lini në vetveten dhe në gjërat e tjera i lini pas shpenzimet, sepse keni pasur shumë shpenzime vitin e kaluar, por ky vit nuk ju lejon të bëni shpenzime të tepërta, por me rregull. Ky nuk është një vit për sa përket çështjeve për të marrë gjëra që nuk ju duhen, apo për të marrë gjëra që kanë kosto, por është një vit beso kontrollo. Pra ka shumë gjëra që do të ndikojnë. Urani favorizon idetë inovative dhe mundësitë të arta që do të keni. Nevojitet të jeni të përgatitur. Dhe kur jeni të përgatitur, është më së sigurt sepse stabilizimi është ai që ju bën të ndiheni superior. Për sa përket ndikimeve dhe mundësive, për sa përket 12 muajve të këtij viti, e shikojmë që muaji i parë, që është muaji janar, për shenjën e ujorit. Janari fillon me këndin që bën Mërkuri me Jupiterin, dy planete të ndryshme nga pamje parë, por perfekt nga ndikimi i tyre. Stimulon të mendurit tuaj dhe ju inkurajon të hapni mendjen tuaj dhe idet në perspektiva të reja. Kjo mund të nënkuptojë që të ndjeni dëshirën për të eksploruar sistemet dhe ndikimet alternative të mendimit. Në të njëjtën kohë, edhe pse jeni pak nervoz, por kjo bën që juve të jeni mjaft kritikues, me veten tuaj kritikues për të tjerët, sepse jeni shumë të drejtë në ato çka doni të bëni. Kjo do thotë në fushat personale, profesionale, mbështetjen në realitet dhe bindjet që juve keni, momentet që juve keni, dhe do të thotë kuptim plot në ato çka bëni. Sidomos 15-2 i muajit janar u jep mundësi në dashuri për lidhjet që do të bëni dhe bisedat të rëndësishme që do të keni. Muaji i shkurt. Shkurti karakterizohet me këndin Mars-Saturn, i cili sjell kufizime dhe sprova. Për ju ujori, kjo do të thotë se do t'ju duhet të tregoni disiplinë të qëndrueshmëri përballë vështirësive që do të keni në muajin shkurt. Disa vonesa të jashtme, disa dokumenta që nuk mund të përfundojnë, marrëdhënie, presione që mund të çojnë në tensione të ndryshme që mund të keni, apo diçka që është kontradiktore. Është thelbësore të mos lejoni që impulsiviteti t'ju çojë në ngjarje apo në rrugë të gabuar. Ajo do thotë që mirë është të shmangni rreziqet, përqendroni më shumë në menaxhime dhe më pak në nxjerrje. Sprovat me të cilat do të përballeni tani, nëse ka përcjeni, do t'ju bëjnë të ndjeni më të qëndrueshëm në të ardhmen. Muaji i Mars. Marsi sjell trazira të brendshme, trazira në punën tuaj, në kundërshtim me Jupiterin dhe Plutonin, që sjell pikat kritike të jetës dhe disa gjëra shumë problematike që ka të bëjnë në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa vështërsi të papërcaktuara dhe një moment që mund keni pasur ose keni. Ato bazohen në themelet e thella që të ecni përpara në atë çka do të bëni. Sektori në fushën e punës suaj, në financa, kujdes të madh do të bëni në 15-shën e parë, sepse është një problem shumë i madh që kanoset në anën ekonomike. Disa çështje që kanë bëjnë me punën tuaj ose disa fjalë të pabazuara në të vërtetë ka të bëjnë shumë me dhjetëdhjetin e dytë të shenjës së ujorit, prandaj do të bëj shumë kujdes në muajin Mars. Muaji Prill udhëhiqet nga këndet që bëjnë Urani me Saturnin, i cili përforcojnë nevojën dhe stabilitetin. Në të njëjtën kohë frymëzojnë inovacionin. U jepet mundësia të përfshini ndryshimet të cilat keni vendosur më parë në çështjet ekonomike financiare, në zgjidhjet e problematikave dhe të ndryshimeve të mëdha dhe disa çështje të tjera që kërkojnë vendim, ndryshim, mundësi. Muaji Prill, në fushën e dashurisë, miqtë e mi, mirë është të bisedoni, të shfletoni ditarin tuaj të shpirtit dhe të kuptoni arsyen pse jeni me personin tjetër dhe të shikoni juve të palidhurit. Nëse doni të bëni një lidhje afatgjat, mos u nxitoni. Vetëm vëzhgoni, shikoni dhe nxjerrni përfundime. Gjithsesi, në asnjë mënyrë që të dëgjoni të tjerët se çfarë flitet për atë çka juve mendoni, për të drejtën tuaj që nuk e keni. Pra duhet pasur një kujdes të veçantë në gjërat që bëni, sepse nuk është e kollajt që një lidhje që të bazonin tek njerëzit që ju rrethojnë, sepse ata kur nuk do donin të mirën tuaj, përveç se të jeni si ata. Prandaj vendimin e merrni vetë. Muaji Maj. Maj sjell energji të favorshme për komunikimin dhe ndryshimin e madh. Fal këndeve favorizimit të rritjes shpirtërore
dhe ato sociale, sepse muaji maj është muaji më i mirë për juve ujor të dashur, është muaji ku mund të shprehni lirshëm, të lidhni ide me persona të rëndësishëm, partneritete që do të krijohen, mund të keni një shtrirje shumë të madhe dhe jo vetëm kaq, por dhe ana ekonomike ku do të ndihmojnë shumë për të zgjidhur problemin tuaj, për të zgjidhur gjërat e mëdha që keni. Edhe pse në disa trazira që mund të keni pas ose keni, këto janë kalimtare. Pikpamjet pozitive ndaj përvojave të reja që do të keni janë shumë e rëndësishme. 15 i dytë i muajit maj do të thotë një mundësi, do të thotë ndryshim, do të thotë vazhdimsi. Është një shtys mjaft e mirë, sepse ka të bëjnë me njerëz të rëndësishëm, ka të bëjnë me çështje pune dhe karriere, ka të bëjnë me gjëra shumë të rëndësishme në kohën e dur, por gjithashtu rezistojnë sprovave të jetës së përditshme, prandaj jini selektiv. Se këllini në shoqërinë tuaj dhe këtë duhet të hiqni nga atje. Shikojeni mirë, se jo të gjithë duan ashtu siç dëshironi juve. Në fushën e dashurisë, muaji maj është muaji i ndryshimeve dhe i kuptimit pse mund të jeni bashkë dhe kur juve duhet merrni vendime. Muaji qershor. Qershori është një muaj me ndikime shumë të mëdha. Një muaj i substancës, pasi aktivizimi i Plutonit drejt fundit shton thellësi zhvillimet tuaja, marrëdhëniet, vlerat, qëllimet që kishit filluar të transformoheshin, tani kërkojnë që t'ju jepet formë dhe qëndrueshmëri ndryshimesh. Është momenti i pjekurisë. Sfidat që dalin janë mundësi për të arritur më thellë brenda vetes. Mund të përballeni me rezistencë ose shpërthime. Por këto tensione synojnë të pastrojnë peizazhin, durimin dhe stabilitetin që do t'ju udhëheqin në fazat e përçarjes dhe në fazat e ristrukturimit krijues, financiarisht ose profesionalisht. Qershori nuk është një muaj për të shpëtuar nga situata, idealisht ju kaloni në riorganizim, rishikimet e kostove, ndryshimin e strategjive dhe heqjen qafe të asaj që nuk funksionon. Çdo gjë që bëni tani do të keni ndikimin e 6 muajve të ardhshëm. Ka një ndikim shumë të madh në fushën e dashurisë, në fushën e karrierës, të ndarë, që keni qenë ndarë me të dashurën tuaj për një arsye apo për tjetër, më shumë për fjalë boshe të tretëve. Dhe kjo nuk është më e mira e mundshme. Muaji korrik. Muaji korrik duket se korriku në këndet intensive që ka të bëjë me Mars Saturn rrit sprovat në luftën për pushtet. Ka të ngjarë që të përballeni me rezistencë dhe projekte ose marrëdhënie ku kërkojnë të merrni iniciativa të reja, impulsiviteti duhet të kontrollohet. Mos lejoni që tensionet të çojë në gabime të pafalshme. Përballë kontradikteve, durimi, stabiliteti dhe diplomacia do t'ju shpëtojnë. Nëse arrini të ruani qetësinë tuaj, aty ku të tjerë shpërthejnë dhe momente që ka të bëjnë në lidhje me anën e punës së karrierës, në lidhje me ndryshimin dhe ndikimin e madh që do të keni tani tutje, është koha e ndryshimit dhe e kohës tuaj, sepse ka të bëjnë me disa takime, ka të bëjnë me disa ndryshime. Korriku gjithashtu është mjaft emocionalisht në fushën tuaj në karrierë dhe ndryshimet e mëdha që do të vinë. Dashuria, 15/2 është shumë pozitiv. Muaji gusht. Gushti ofron ndikime, ofron mundësi, ofron karrierë, rikthime, rigrupime, energji, që mund të keni shumë në fushën e punës tuaj. Kujdesi dhe shëndeti tuaj bëjnë të ndryshoni dhe në fazat më të vështira në marrëdhëniet tuaja, gushti jep mundësi, tregoni qëndrueshmëri dhe të kushtoni vëmendje detajeve, të forconi themelet e komunikimit. Është një muaj veprimesh të vogla që kanë shumë rëndësi sesa fjalët e mëdha. Ajo që do thotë sepse gushti gjithmonë ka pasur një ndikim mjaft të mirë, një ndikim që vërtet është koha, vërtet është momenti dhe periudha e duhur mbi disa takime dhe disa rregullime që do të keni tani e tutje. Ka vend për të shqetësuar këtu sepse çdo gjë shkon ashtu siç juve keni vendosur, por në anën tjetër është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Koha dhe mundësia është në anën tuaj, muaji gusht është muaj për kohën dhe për ndryshimin që juve keni. Momentet dhe mundësia ka të bëjnë me këtë periudhë. Dhe kjo është periudha më e mirë e mundshme në lidhje me kohën, sepse gushti ka ndikime mjaft të mëdha në kohën e duhur dhe në momentin që juve keni. Por gjithsesi i keni mundësit dhe periudhën e duhur, sepse gushti ka mjaft ndikime të mëdha. Prandaj bëni kujdes, mos u nxitoni. Muaji i radhës që është muaji shtator 2026.
Muaji shtator, miqtë e mi, duket se me aktivizimin e Saturnit dhe ndikimin e madh që ka të bëjnë në lidhje me punën me bilancet serioze, vendimet dhe çështjet ekonomike financiare marrin një rrugtim, një ndryshim, një ndikim të madh. Është shumë e rëndësishme të jeni të qëndrueshëm në atë që është e juaja dhe të mos shikoni përtej atyre që nuk janë të realizueshme. Është koha dhe momenti më i mirë sepse besimi, ndershmëria, mundësia, qëndrueshmëria kanë bëjnë shumë me anën tuaj më të mirë të mundshme. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet e afatgjat janë në 15-2, ku në sektorin e dashurisë ka një ndikim mjaft të mirë dhe tepër pozitiv, sepse jo vetëm dashuria, por dhe sektori personal, financiar, profesional duket se është i shqëndrueshëm dhe mirë është të shmangni egzagerimet. Lëvizjet që do të bëni, do të bazoni në realizëm dhe jo në impulsivitet. Stabiliteti do të shpërblehet. Muaji tetor duket se intensifikon presionet e ristrukturimit pasi këndet Saturn-Neptun nxjerrin në pa çështjet e pushtetit, qartësi dhe sprova. Kjo do të thotë që duhet të përcaktoni se çfarë lejoni në jetën tuaj dhe çfarë jo. Romanca, pathësi mund të jetë e kohët. Në marrëdhënie nëse dëshironi ose disa çështje të tjera ka të bëjnë me punën dhe karrierën. Është thelbësore të flisni sinqerisht dhe të vendosni kufit në dashuri. Konfrontimet që mund të ekzistojnë përmes tyre mund të dalin të vërteta në lidhje me të që mund të keni pasur disa probleme ose disa çështje të mëdha. Por këto janë të zgjidhshme sepse duke pasur parasysh punën dhe karrierën, ndryshimin dhe vendimin, është momenti më i mirë dhe i duhuri në çështjet që juve keni. Gjithashtu ka një ndikim tjetër në lidhje me hapa të rëndësishme që keni në punën tuaj, në karrierën tuaj. Ndikimet janë shumë të mëdha, sidomos edhe për vazhdimsinë, korrektësinë tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet e largëta janë shumë të pozicionuara dhe pozitive, sepse ka të bëjnë shumë në lidhje me një udhëtim shpirtëror, dashuror që do t'i arrisni qëllimin. Muaji nëntor duket se kthen shikimin drejt ndryshimeve të mëdha, mundësive, transformimeve, prania e Plutonit në këtë fazë përforcon nevojën për të përfunduar proceset e vitit, në mënyrë që mund të hyni në një fazë të re të pastër emocionalisht, është e mundur të bëhen sqarime. Marrëdhëniet që nuk kanë më kuptim do të mbajnë ato që të mbijetojnë dhe të jenë kuptim plot, sepse gjithmonë ndryshimet dhe mundësitë që janë dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve ku gjërat janë mjaft të ndikuara në lidhje me pozicionimin e planeteve dhe të kohës tuaj, sepse lidhet shumë me financat, por dhe me dashurinë. Muaji nëntor është muaji i ndryshimit të madh, sepse jepet ka të bëjë shumë me karrierën, ka të bëjë shumë me ndryshimet që do të vinë në anën tuaj. Kemi muajin dhjetor. Muaji dhjetor është dhe muaj mjaft kufizues, është muaj që rregullon, starton, realizon kohën e duhur në lidhje me disa takime, disa bisedime të rëndësishme që mund të bëjnë. Muaji dhjetor mbyllet me ndikime shumë të mira, pozitive, sepse ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me ndryshimin, ka të bëjnë me transformimin. Muaji dhjetor është muaj i gjërave të mëdha financiare dhe ekonomike për të bërë disa ndryshime dhe disa takime shumë të rëndësishme, sepse në muajin dhjetor gjithçka ndodh, gjithçka arrihet, sepse e keni mundësinë dhe jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme dhe në pozicionimin e planeteve që do t'ju ndihmojnë në aspektin e emocional dhe jo vetëm. Muaji dhjetor gjithashtu është muaj i ndryshimeve të mëdha. Mos harrojmë se gjithmonë gjërat në dhjetor dalin në pa, gjërat e rëndësishme dhe juve i zgjidhni këto probleme që ka të bëjnë me punën tuaj, me karrierën tuaj. Kurse në dashuri duket se muaji dhjetor është muaj i rifillimeve dhe i kënaqësisë personale në atë çka do të bëni dhe rrugët që keni të bëni afatgjat. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht çështjeve të vendimeve që merrni për 2026. Por ajo që do të keni kujdes dhe t'jeni të gatshëm për marrjen e vendimeve në kohën e duhur, por këtë do flasim dhe në vazhdimsi për sa i përket çështjeve të datave të rëndësishme që juve do të keni nga janari deri në dhjetor. Por para se të ndahemi bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni parashikime të detajuara, kemi astrologu.al. E klikoni, e shikoni dhe pastaj
veproni. Më pas, duke folur bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype për parashikime të detajuara. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe e merrni përgjigjen. Pra, në kohën që jemi live në pyetje përgjigje. Nga Unë Rupulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.